Kombëtarja shqiptare e futbollit e ka mbyllur me 2 humbje periudhën e ndeshjeve të marsit, ku fillimisht u mposht nga Polonia në ndeshjen play-off për botrorin e më pas edhe nga Ukraina në miqësoren e luajtur në Valencia. Një humbje e dyfisht e cila në mënyrë të pashmangshme shoqërohet edhe me rrëzimin e saj të menjëhershëm në renditjen e FIFA-s. Pas rezultateve të fundit, Shqipëria ka rënë më 2 pozicione në klasifikimin që do të publikohet në ditët e ardhshme nga FIFA, duke zbritur nga vendi i 63 në vendin e 65 në këtë renditje. 2 emrat që kanë kaluar Shqipërinë në renditje janë Jordania si dhe Bosnia-Hercegovina, me këtë të fundit që bëri një hovë me 7 pozicione fal kualifikimit në botror. Ndërkohë, Kosova ka vazhduar ngjitjen e saj, edhe pse nuk ja doli të kualifikohej në botror. Fitoria ndaj Slovakisë i mjaftoi dardanëve që të shënonin një rekord të ri në renditjen e FIFA-s, pasi tashmë e shohin veten në vendin e 78 në këtë klasifikim, duke kaluar Omanin. Gazetari A2 CNN Altin Sulce, në një intervistë për median polake Sport 3, ka komentuar humbjen e Shqipërisë ndaj Polonisë, duke theksuar se rezultati erdhi si pasojë e taktikës së gabuar dhe mos shfrytëzimit të rasteve. Sipas tij, përballja ishte parashikuar e vështirë që para nisjes, duke parë nivelin e kundërshtarit dhe faktin që ndeshja u zhvillua në transfert, përpara një publiku të madh vendas. Megjithatë, ai kritikoi qasjen e trajnerit Sylvinho, duke e cilësuar si tepër mbrojtëse. Zhgënjim? E dinim para ndeshjes që do të ishte një takim shumë i vështirë. Polonia është një kombë me histori të madhe futbolli dhe një kundërshtar i fortë. Luajtëm në fushën e tyre, përpara 10 mijëra tifozëve, por si në futboll, shpresa ekziston gjithmonë. Sipas mendimit tim, nuk ishte një taktik e mirë nga trajneri Sylvinho. Ai zgjodhi një taktik mbrojtëse, duke u tërhequr dhe duke u përpjekur të kontrollojë gjithçka, por në futboll kjo është e pamundur për 90 minuta. Pse? Formacioni që ai vendosi nuk ishte në një ditë të mirë. Mund të ketë kritika për lojtarët që zbritën në fushë. Portieri Tomas Strakosha bëri një gabim te goli i parë dhe kjo kushtoi shumë. A mund të thuhet se për humbjen 1-2 mund të fajsohet Nedim Bajrami për rastin e humbur në fillim të pjesës së dytë kur ishit në avantazh? Kështu është futbolli. Nëse nuk shënon, nëse nuk shfrytëzon në rastet e mira, kjo të kthehet kundër dhe fatkeqësisht kështu ndodhi për ne. Një rast të mirë nuk e pati vetëm Bajrami, por edhe Stavro Pilo. Unë prisja të luanin edhe lojtarë të tjerë, si Anis Mehmeti, që luan në Angli, apo Ernest Muçi, i talentuar dhe në formë të mirë, por Sylvinho preferon një taktik mbrojtëse. Ky është problem kur përballesh me kundërshtar të fortë si Polonia, e cila ka shumë lojtarë cilësor dhe luan një futboll fizik. A do ta maj Sylvinho postin si trajneri kombëtares, ku është që nga viti 2023? Ka shumë pikë pyetje. Do të shohim si do të zhvillohen njerët. Federata jon thotë se kontrata e tij vazhdon. Është firmosur deri në korrik 2026. Pas humbjes me Polonin, është e vështirë të thuhet çfarë do të ndodhë. Shumë mendojnë se kemi lojtarë të mirë që luajnë në klube të mira, si Muçi te Trabzonspori. Këtë sezon ka shënuar 10 gola dhe 4 asistime, por ndajush luajti vetëm disa minuta. Kemi lojtarë të talentuar dhe kreativ, por filozofia e trajnerit është Catenaccio, një shkollë e vjetër mbrojtëse. Në futbollin modern nuk mund të luash me një sistem ku ke 5 mbrojtës para portierit dhe 5 të tjerë përpara tyre për të mbrojtur. Nuk është sistem modern, siç u pa edhe në ndeshjen në Poloni. Në eliminatorët e botrorit keni pësuar vetëm 5 gola në grup me Anglinë dhe Serbinë, 4 prej tyre nga Anglia. Pikërisht, është e vështirë të na shënosh, por Polonia në një moment të vështirë për ta, arriti ta bëjë këtë 2 herë. Suedia është gjithashtu një kundërshtar i fortë, por Polonia ka lojtarë cilësor si Zielinski dhe mbi gjitha Lewandowski, i cili motivon të rinjt dhe është një lider i vërtet. Pyetja e fundit. Shqipëria nuk është në finale, por Kosova po, pasi mundi Slovakinë dhe do të përballet me Turqinë në Prishtinë. Si janë marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë? Praktikisht, jemi një vend i vetëm, të ndarë vetëm për arsye politike.